Assalamu alaikum. Ky është mesazhi 56 një minutësh. Kur Musa i dërguari i Zotit ishte duke ikur me të gjithë bijtë e Israilit nga faraoni dhe ushtria e tij, arritën në breg të detit. Nga pasi ndiqte faraoni me ushtrinë e vet, përpara e kishin detin e gjerë, nuk kishin nga t'ja mbajnë. Atëherë bijtë e Israilit thanë, neve këtu gjithsesi do na zë faraoni me ushtrinë e vet. E Musa i dërguari i Zotit, edhe në këtë situatë, që ishte një situatë jashtëzakonisht e rëndë e vështirë, mbolli pozitivitet dhe tha, jo asesi. Me ne është Allahu, me mua është Zoti im, ai do më udhëzoj. E Zoti urdhroi që t'i bjerë me shkop detit dhe deti u qa më dysh. Kështu kaloi Musa me të bijtë e Israilit dhe u mbytën në det faraoni me ushtrinë e vet zullumqare e padrejtë. Të dashur miq, le të mos harrojmë se udhëzim kuranor, mësim nga Allahu fuqiplot, urtësia e të gjithë profetëve është që edhe në situatat më të vështira të mundohemi që të nxjerrim pozitiven, të nxjerrim atë që na motivon.